Shkoj Ahmed ibn Hanbel dhe me këtë e mbyll. Shkoj, nuk do të me shku me event tjetër, ishte edhe larg, nuk do të më udhëtu. Ja krijoi Zoti 100 gjëra derisa shkoj. Dietar i madh. Shkoj atje, netja ditë në xhami më u fal deri kur erdhi darka, ju ishte imponuar ju udhtim. Kur shkoj atje, i dha i roja xhamis. Nuk e njifte se përpara ka qenë emri shumë i madh, por nuk i njifshin me fytyrë. Edhe i se diti që Ahmed ibn Hanbel dietar i madh. Tha, "Çau nga xhamia tha, se është rregull i mbas xhamis nuk rrin njëri." Tha, "Kam ardhur nga udhëtimi. Jam i ardhur nga udhëtimi." Tha, "Nuk më intereson. Rregulli është rregull." Doli nga dera, e mbylli derën ai. Ahmed ibn Hanbel për çastin ul aty ke dera xhamis. Për menu ku të shkoj. Iko ai roja pa ktheu kokën e pa aty, u kthy dhe e kapi kështu. Tha, "Thash largohu se edhe këtu s'lejohet." E ju bos provë madhe. Hey, la ilaha illallah tha. Ç'a më bë? Doli të shëtisi aty në qytet, shef një bukpjekës vazhdon të dubo punën. Selam aleikum, aleikum selam. I tha i bukpjekësi, "Nga je?" Tha, "Nga larg." Tha, "Qege miku im sot." Edhe e liroj. Tha, "Miku im qege sot." "Ke ku me shku?" Tha, "S'kam." "Më prit." Tha, "Sa ta mbaroj punën, në shtëpi time je mik. E kam mundësinë." Tha, "Dhe kam gjersin." Tha, "Elhamdulillah. Falënderimet madhit Zoti qof shafal, ma gjeti rrugë zgjidhje." Shiftate, ai pishte bukët. Gjitha ato gjëra që i bënte për pjekjen e bukës, nuk e ishte nga gjua e tij, la ilaha illallah. Dëgjo, elhamdulillah, falënderimet madhit Zot. I pat meta je i madhi Zot. Allahu ekber, Zoti është më i madhi. Astaghfirullah, astaghfirullah. Zot më fal për kusuret që kam. Sa e ka prit, asnjëherë nuk e pa që ai mos ta kishte gjuhën e lagur me përmendjen e të madhit Zot. Mbasi mbaroi, tha ecim se nuk e kam larg shtëpinë. E mori dhe rrugës kur bëjshin bisedë, ai bonte bisedë. Sa mbaronte bisedën, vazhdonte me përmendjen e të madhit Zot. Ky dietar i madh çudit. I tha, "O të begatofti i madh i Zot", i thot Ahmed ibn Hanbel, kolloz i madh, me shumë libra i ka bërë shumë transmetime profet, kolloz i madh ka qenë i diturisë islame. Një nga 4 shkollat juridike islame. I tha, "Shumë e shoh që përmend, e ke dha gjithmonë e bën këtë?" Tha, "Gjithmonë gjatë gjithë ditës." Tha, "Nuk lodhesh?" "Jo, nuk lodhem." "Nuk lodhesh?" "Jo, nuk lodhem." Tha, "Sepse?" Dhe i dha mësim për gjithë ne. Tha, "Jo, sa ai që do me mësu veten me diçka, e mëson. Hajde ne që jemi këtu, dalim bëjmë ndeshje futbolli. 20 minuta na merret fryma. Sa luajnë futbollistët që e kanë mësu veten? Me orë tëra, gjithë javës, me stërvitje të fuqishme dhe e përballojnë, se kur don të arrish diçka e arrin. Mësuesi, kur është mësues i ri, vjen me dhon leksionet në shkollë. Në fillim lodhe se do ri 5 orë në këmbë, mas 2-3 vjetësh është mësuar dhe e ka bërë. Çdo gjë në jetë kur ka vullnet bëhet. Tha, "Ajo që bëhet o njeri i ndershëm", i thot ky bukpjeksi, tha, "Ai që don me e bë diçka dhe unë e kam mësuar veten gjithë ditën s'lodhem kur tu e përmend madhin Zot." U çudit. Tha, "Po mirë tha, shipytje e dietarëve. Mirë tha, të pafti madhi Zot me të mira." Tha, "A i ke pa deri ku ja ke pa bereqetin kësaj përmendje të madhe që i bën ke sundusit madh gjithësisë?" Kështu i tha ai drejt për drejt. Tha, "Sa bereqet, sa mirësi, sa bekim, sa dritë, sa lumturi. Çfarë ke pa nga kjo përmendje që i bë këtë madhi Zot kaq shumë?" I tha ai, i madhi Zot tha, "Me mu ka qenë. Fezkurun yezkurkum." Tha, "Ka thonë, më përmendni, ju përmend, mbate jam gjithë kohës." Tha, "Kur lutje që jam lut, s'ma ka kthy mbrapsh. Gjitha mirësitë e të madhit Zot i kam gjetë." Tha, "Peng kam vetëm i gjë. I lutem ati i madhi Zot s'ma vonon, vetëm përgjigjet për ato që i lutem, jetën e kam rregullu, mirësitë i kam gjetë, rrezikun ma ka sjell, familjen e kam, fëmijët i kam, pasurinë e kam, shtëpinë e gjerë e kam, lumturinë e kam, zemrën e shlosh e kam, mendjen e kthjellët e kam, jetën vij e kam, nderin e kam, punën e ndershme e kam, gjitha i kam." Tha, "I gjë s'ma ka pranuar akoma, nuk e di, ndoshta i madhi Zot është hidhur për ai diçka. Unë prap do vazhdoj, e do ta nderoj, do ta lartësoj, do ta madhëroj." Tha, "I lutem shumë, kam dëgjuar për dietar të madh shumë larg, Ahmed ibn Hanbel e ka emrin, i lutem i madhi Zot ngjej situatë, kam mundësi me shkumë taku, ma mundësot vit japin ai ders, ai mësim, ai diçka këtu, ta takoj e ta përqafoj." Ky ishte vet. E ti tha Ahmed ibn Hanbel, "E të begatofti madhi Zot tha, po thoja me veten time, çfarë më ndodhi kështu që ma imponoi Zoti më udhëtu me zor. Po thoja me veten time, çfarë kam bërë që më nxori ai nga xhamia se desha me net në xhami. Po jo vetëm kjo, tha, po ula me pushtu jashtë xhamis, edhe aty s'mla rahat duke më lëviz prej aty. A tha, duaja jote më ka bërë këtë. Lutja jote më pas ka bërë këtë.
Pra i madhi Zoti qofshin fal vëllezër motra të nderuara. Gjithë esenca minimale e kësaj që thash është, e them për veten time në radh parë, për gjithë vëllezërit e motrat të nderuara, është që mos me humbë ditë kot. Kudo që jenë makinë, çdo ambient, la ilaha illallah. Zoti është një i vetëm. Subhanallah, i padmeta je Zot. Elhamdulillah, mos me largu kur. Falënderimet Zot për mirësitë që më ke dhënë. Allahu ekber, Zoti është më i madhi. Astaghfirullah, Zoti im i dashur më fal. Kul Allahu, ajetin kursi, nga Kurani famlar, gjitha këtë quhen përmendjet. Ktu vjen bekimi i madhit Zot, lej bisedat e kota, lej përgojimet, lej thashethemet, lej gjërat të cilat nuk na nxjerrin me nder, na humbin minutat e kësaj bote, orët e kësaj bote dhe pastaj gjem belan me veprat e këqija dhe me zemrën e nxjerr që na bëhet. Allahu na fal, na mëshiroj gjithë, amin ya rabbal alamin.